Hetim e vendosje para përgjegjësisë të falsifikuesve të rezultatit të votimit, si dhe rinumërim të plot në të gjitha komunat kanë kërkuar njohësit e proceseve zgjedhore pas shpërputhjeve të mëdha të rezultateve për kandidatët, sidomos në Prizren. Në këtë komunë vetëm Fetah Paqarizi i PDK-s ka mbi 5.000 vota më shumë në numërimin e parë. Shpërputhje të mëdha kanë edhe kandidatët e partive të tjera nga ky rajon. Eugen Cakolli, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës, tha se krahas hetimit dhe ndjekjes penale të personave që janë përfshirë në manipulim të rezultatit, rinumërimin e plot në të gjithë Kosovën e sheh të domosdoshëm. Për masa që në këto zgjedhje duket që në disa vendvotime e komuna është industriale, për shkak se kemi të bëjmë me qindra e në disa raste edhe mijëra vota dallime, do duhet të adresohej në radhë të parë përmes një rinumërimi të plot, si e vetmja garancë që në nivel vendi nuk do të kemi rezultat të kontestuar nga cila do palë. Cakolli u shpreh se po të kishte skanim dhe vendosje të automatizuar të rezultateve zgjedhore në sistemin e KQZ-s, falsifikimet të këtilla nuk do të mund të ndodhnin. Ne qysh moti kemi vlerësuar që qendrat komunale të numërimit në mënyrën se si funksionojnë janë të destinuara për të mundësuar manipulime të tilla. Me zhvillime teknologjike, në fakt kostoja për të blerë pajisje cilat skenojnë dhe numërojnë automatikisht, pra gjenerojnë rezultatet në mënyrë automatike pa u përfshirë dora e njeriut, nuk është aq e lartë dhe në fakt unë besoj që do t'ja vlente sepse përveç se do të kishim rezultate le të themi shumë më të sakta e më të shpejta, do të mund të kursej një pjesë e buxhetit që paguhet edhe për të paguar komisionerët dhe stafi numërues në qendrat komunale. Vjedhjet brenda partijake ka quajtur defekt serioz ish kryetari i KQZ-s Mazlum Baraliu. Tek kërkoi hetim, ai tha se përgjegjëse në këtë rast i sheh partitë politike ashtu edhe KQZ-n. Defekti i përshkruhet gjithsesi përgjegjësisë KQZ-s dhe trupave të partive politike që kanë dërguar njerëz të papërgjegjshëm për të mos thënë edhe më shumë se kaq, pra dhe manipulant të procesit në cilësinë e vendvotime, pra në cilësinë qoftë të komisionarëve, qoftë të vëzhguesve, qoftë të trupave të tjera të cilat janë pjesë e një qendre votimi dhe të një vendvotimi. Prandaj do duhet patjetër që drejtësia të vehet në pa dhe të veprojnë në mënyrë që të mos përsëriten këto fenomene që janë të shëmtuara. Falsifikimi i rezultatit të votimit është i sankcionuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës.